të lëndojnë pa mëshirë dhe pastaj bëjnë sikur asgjë nuk ka qenë. Sekreti që fshehin. Mirë se vini në këtë video, të dashur miq. Sot do të zhytemi thellë në një nga temat më të dhimbshme dhe më çliruese njëkohësisht. Pse disa njerëz na lëndojnë thellë, na tradhtojnë, na braktisin ose na poshtërojnë dhe pastaj sillen sikur asgjë nuk ka ndodhur. Sikur dhimbja jon nuk ekziston. Sikur ne jemi ata që egzagjerojmë. Kjo nuk është një video e zakonshme motivuese. Kjo është një udhëtim në errësirën e psikikës njerëzore, duke u bazuar në teoritë revolucionare të Carl Gustav Jung, një nga psikologët më të mëdhenj të shekullit të 20-të. Jung na mësoi se brenda çdo njeriu fshihet një hije pjesa e errët, e papranuar e vetes, dhe se shumë nga konfliktet tona me të tjerët nuk janë veçse pasqyrime të luftës së brendshme që ata nuk duan ta përballojnë. Nëse jeni këtu, ndoshta keni përjetuar heshtjen e dhimbshme pas një tradhtie, mungesën e një kërkimfaljeje që kur nuk erdhi, ose ndjenjen e çmendurisë kur personi që ju lëndoi ju bën të ndiheni ju fajtor. Mos u shqetësoni. Ju nuk jeni të çmendur. Ju thjesht po përballeni me mekanizmat e thellë psikologjik që mbrojnë egon e brisht të atij personi. Gjatë kësaj videoje do të zbërthejmë 6 të vërteta të fuqishme, të nxjerra nga psikologjia jungiane. Do të kuptoni pse ata mbajnë mend gjithçka por zgjedhin të harrojnë. Pse projektojnë hijen e tyre mbi ju. Pse heshtja e tyre është një armë e rafinuar. Pse mbajnë një maskë të pafajësisë dhe pse jetojnë në një jetë provizore pa guxim për rritje, por më e rëndësishmja, do të kuptoni se shërimi juaj nuk varet nga ata. Ai varet vetëm nga ju. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sonë. Faleminderit. Le të fillojmë këtë udhëtim në thellësitë e pavetdijes. Pika 1. Ata mbajnë mend gjithçka. Le të fillojmë me të parën dhe më të thjeshtën në dukje, ata mbajnë mend gjithçka. Mos u mashtroni nga heshtja ose indiferenca e tyre. Personi që ju ka lënduar nuk vuan nga amnezia selektive. Ai mban mend çdo fjalë të ashpër që ka thënë, çdo premtim të thyer, çdo moment kur ju keni qarë ose jeni ndjer i braktisur. Çdo detaj është i ruajtur në arkivat e pavetdijes së tij, si një libër i mbyllur në një raft të errët, por pse sillet sikur nuk ka ndodhur asgjë? Sepse pranimi i kujtesës do të thotë përballje me dhimbjen, turpin dhe përgjegjësinë. Dhe egoja e tij, ai unë i ndjeshëm që ai ka ndërtuar me kaq kujdes, nuk e duron këtë. Është më e lehtë të shtypësh kujtimin se sa ta përballosh atë. Jung na thotë se pavetdia nuk harron kurrë. Ajo thjesht i ruajt materialet e papërpunuara derisa të vijë momenti i integrimit, ose derisa të projektoj ato materiale të tjerët. Mendoni për një shembull të thjeshtë, një partner që ju tradhtoi dhe pastaj u zhduk nga jeta juaj pa asnjë shpjegim. Kur e pyesni, ai thotë nuk e di për çfarë flet ose ndryshon temën. Por nëse do të hynit në ëndrat e tij ose në momentet e tij të vetmisë, do të shihnit se ai kujton saktësisht çdo gjë. Kujtesa është aty, por është e mbyllur në një dhomë të errët për të mos e lënduar egon. Kjo është një strategji mbijetese psikologjike. Por çmimi është i lartë, ai mbetet i burgosur në një realitet të rrem, ndërsa ju luftoni me dyshimin nëse ndoshta ju egzagjeruat. Pyetja që duhet t'i bëni vetes është, a jam unë ai që duhet të provoj realitetin tim, apo ai që duhet të pranoj të vërtetën e tij? Pika 2. Projektimi i hijes shadow projection. Tani hym në thelbin e teorisë jungiane, projektimi i hijes. Carl Jung përshkroi hijen si pjesën më të errët të personalitetit ton, ato impulse, emocione, dëshira dhe cilësi që ne i mohojmë, i turpërojmë ose i fshehim sepse nuk përputhen me imazhin që duam të kemi për veten. Hija nuk është domosdoshmërisht e keqe, ajo përmban edhe energji krijuese, por kur nuk integrohet, bëhet helm. Njerëzit që lëndojnë të tjerët pa përgjegjësi, e projektojnë këtë hije mbi ju. Në vend që të pranojnë zemërimin e tyre, egoizmin ose tradhtinë e tyre, ata ju shohin ju si problemin. Ju bëheni bartësi i errësirës së tyre.
për shembull, dikush që ju tradhton dhe pastaj ju akuzon se jeni shumë i dyshind ose i vështirë për t'u dashur. Ai nuk po flet për ju. Ai po flet për pjesën e tij që ai nuk e pranon. Jung shkroi se çdo gjë që na irriton të tjerët mund të na çojë në kuptimin e vetes. Por këta njerëz nuk duan ta bëjnë këtë udhëtim. Ata preferojnë të hedhin hijen e tyre mbi ju si një mantel të rëndë. Ky mekanizëm quhet shadow projection. Është një nga mbrojtjet më të fuqishme të egos. Duke ju fajsuar ju, ata shpëtojnë nga turpi i brendshëm. Por çfarë ndodh me ju? Ju filloni të dyshoni në veten tuaj. Ju mendoni, ndoshta unë jam vërtet i tepruar. Ndoshta unë jam ai që gabova. Fantastike është se sa i sofistikuar është ky proces. Hija nuk zhduket. Ajo thjesht transferohet. Dhe sa më shumë e mohon personi hijen e tij, aq më e fortë bëhet ajo në marrëdhënien me ju. Pika 3. Heshtja si armë. Heshtja strategjike nuk është thjesht mungesë fjalësh. Është një armë psikologjike e rafinuar, kur dikush që ju ka lënduar zgjedh të hesht, të mos shpjegoj, të mos kërkoj falje, ai krijon një vakum. Dhe natyra njerëzore e urren vakumin. Ju e mbushni atë vakum me dyshime, me pyetje, me vetfajsim. Kjo është forma më e pastër e gaslightingut, jo duke ju thënë drejt për drejt se jeni të çmendur, por duke ju lënë të mendoni se ndoshta jeni. Jung do ta shihte këtë si një lojë të pavetdijes. Duke mos u përballur me veprimet e veta, personi krijon një varësi psikologjike te ju. Ju filloni të kërkoni vëmendje, shpjegim, mbyllje. Dhe sa më shumë kërkoni, aq më shumë fuqi i jepni atij që hesht. Heshtja thot pa fjalë, problemi i tij që po e bën çështje kaq të madhe. Është një formë pasive agresive manipulimi që lë viktimën të dyshojë në realitetin e vet. Në psikologjinë jungiane, kjo lidhet me refuzimin për të integruar hijen. Në vend që të flas me hijen e tij, ai ju detyron ju të flisni me të. Kujtoni, heshtja e tyre nuk është forcë. Është frikë e maskuar. Pika 4. Maska e pafajësisë, persona. Jung e quajti persona maskën sociale që ne mbajmë për t'u përshtatur me botën. Është roli që luajmë. Unë jam njeriu i mirë, unë jam ai që kur nuk gabon, unë jam viktima e gjithmonë e padrejtë. Tek njerëzit që nuk pranojnë gabimet, persona është bërë identiteti i tyre kryesor. Të pranosh një gabim do të thotë të çmontosh të gjithë këtë maskë. Dhe për një ego të brish, kjo është si një vdekje psikologjike. Prandaj ata rishkruajnë historinë, ata bëhen heronj ose viktima në narrativën e tyre. Unë nuk të lëndova ty, ti ishe shumë i ndjeshëm. Ose, unë e bëra këtë sepse ti më detyrove. Kjo është një mbrojtje e fortë. Persona mbron nga turpi i thellë që do të vinte nga pranimi i hijes. Por çmimi është autenticiteti. Ata jetojnë një jetë të dy fishtë, jashtë duken të përsosur, brenda luftojnë me një hije të papranuar. Pika 5. Imaturiteti emocional dhe jeta provizore. Shumë njerëz arrin një tavan emocional dhe ndalen aty. Ata zgjedhin rehatinë e mohimit në vend të dhimbjes së rritjes. Jung dhe nxënëse e tij Marie Louise von Franz folën për jetën provizore, një ekzistencë ku gjithçka është përkohësisht, akoma jo, kur të ndodh diçka tjetër. Atëherë do të jemi i vërtetë. Është jeta e puer aeternusit, fëmijës së përjetshme, që nuk dëshiron të përballet me realitetin e plotë të përgjegjësisë dhe maturimit. Këta individ shmangin punën e vërtet me veten sepse rritja kërkon të përballosh hijen, të pranosh gabimet, të kërkosh falje. Është më e lehtë të jetosh në fantazi, në mohim, në do ta rregulloj nesër. Por jeta provizore çon në neuroza të përsëritura dhe marrëdhënie të dëmtuara. Sepse pa integrim të hijes nuk ka rritje të vërtetë. Pika 6. Shërimi juaj nuk varet nga ata. Dhe tani arrim te mesazhi më çlirues. Ju nuk mund ta bëni të vetëdijshëm dikë që është përcaktuar të qëndrojë i pavetëdijshëm. Kërkimfalja që nuk erdhi kur nuk është pasqyrim i vlerës suaj. Është pasqyrim i kufizimeve të tyre psikologjike. Nuk mund ta detyrosh dikë të shohë atë që ai ka vendosur ta injorojë me çdo kusht.
Liria e vërtet vjen kur pranoni se disa njerëz thjesht nuk kanë kapacitetin emocional ose psikologjik për të ndryshuar, të paktën jo tani. Dhe kjo nuk është detyra juaj ta prisni. Shërimi juaj fillon kur ndaloni së pritur për mbyllje nga jashtë. Kur filloni të integroni hijen tuaj, të forconi personën tuaj autentike dhe të jetoni një jetë të plotë, jo provizore. Përfundimi. Të dashur miq, fuqia juaj qëndron në ndalimin e pritjes për një ndryshim që nuk do të vijë nga tjetri. Shërimi, paqja dhe vlerësimi i vetes janë procese që varen vetëm nga ju. Mos harroni, çdo plagë që ju kanë shkaktuar është një mundësi për të njohur hijen tuaj, për t'u bërë më i plotë, më i fortë, më i vetëdijshëm. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një like, të komentoni përvojën tuaj dhe të ndani me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë. Abonohuni për më shumë përmbajtje mbi psikologjinë jungiane dhe rritjen personale, ju nuk jeni vetëm. Dhe ju jeni më të fortë se sa mendoni. Faleminderit që udhëtuat me mua në këtë thellësi. Takohemi në videon tjetër.